tiempo que queda mejor. Kopshti Fidani u mbush me jetë, ngjyra dhe emocione të veçanta gjatë organizimit të bazarit të Kopshtit në një ngjarje që solli bashkë fëmijët, prindërit dhe edukatorët në një atmosferë të jashtëzakonshme festive. Hapësirat e Kopshtit u shndruan në një botë të vogël imagjinare, ku çdo grup qerde prezantoi me krenari punimet e fëmijëve përmes shtandeve të mbushura me ngjyra, kreativiteti dhe dashuri. Të veshur me kostumet e larmishme, plot fantazi dhe ngjyra, fëmijët dukeshin sikur kishin zbritur nga një botë përrallash. Çdo shtan tregonte një histori tjetër, punime të vogla të realizuara me kujdes, gatime të ndryshme nga duart e tyre të vogla, dekorime që reflektonin imagjinatën e tyre të pastër, si dhe projekte artistike që dëshmonin për kushtimin e edukatorëve dhe bashkëpunimin e ngushtë me prindërit. Mysafirët që shëtitën ndërmjet shtandeve u ndalën shpesh me emocion në sy, duke admiruar jo vetëm bukurinë e punimeve, por edhe gëzimin që rrezatonin vetë fëmijët. Çdo buzëqeshje, çdo përshëndetje e tyre e sinqertë dhe çdo paraqitje artistike krijonte atë ndjesinë të veçantë që vetëm fëmijëria mund ta falë. Si e ke emrin voglush? Klot. Sa vjeti ke? 5. 5 vjet, dhe ato pëlqen kjo atmosferë këtu? Po. Qa është bazar, cilat ëmbëlsira më shumë të pëlqejnë? Cheesecake. Cheesecake, bravo, i ha shumë cheesecake-at? Po. Po? Po. Dhe tjetri, si e ka emrin tjetri? Dulim. Sa vjeti ke, do të hash mikrofonin? 5 i ke. Dhe ty cilat ëmbëlsira të pëlqejnë në këtë bazar? Cilat i kishe ëmbël? Çokoladë. Çokoladat. Gjitha me çokoladë? Po, a ke gatuar ndonjëherë së bashku me nënën? Diçka? Që të kam gëtuar? Vërtet? Kë? Po edhe një torte. Edhe një torte? 2 torte, bravo, të lumë. Po ti voglushë si e ke emrin zemër? Adeja. Adeja, sa vjeti ke? 5. 5 vjet. Dhe çka ke gatuar ti sot me mamin tënd? Ose me mësuesën? Këto? Wow, sa të mira! A i ke provuar? Po. Çka të pëlqen më shumë? Çfarë ëmbëlsira ha? Çokoladë. Çokolada ha, të lumë. Si e ke emrin? Akil. Sa vjeti ke? 5. E ti për sot me mamin edhe me mësuesën tënde çfarë ke përgatitur? Wow, sa të mira janë! A do të ma japish një mua? A mund ta marr? Hajde vjen mua. Faleminderit shumë. Si e ke emrin ti voglush? Lerian. Sa vjeti ke? 5. 5. Çka ke përgatitur ti me nanën dhe mësuesën tënde? Hajde më trego, ai ke përgatitur këto? Këto janë? Po, çto janë? Edhe? Janë tortolet. Tortoleca. Me çfarë i keni bërë, me çokoladë? Po. Ai do çokoladë shumë. I ha? A je i lumtur tani sot që je këtu në këtë bazar, po? Dhe, a do të ma japish një tortolecë tani? Po. Hajde, bjerë vaj. Faleminderit. Kron. Kron, sa vjeti ke Kron? 4. 4 vjet. Dhe çka ke përgatitur sot me mësuesën dhe me nënën tënde? Ke përgatitur ndonjë ëmbëlsirë? Po. Çfarë ëmbëlsire? Prej çokoladës? Po. Wow, e cila ëmbëlsirë të pëlqen më shumë, cilën e do? Këto. Skallës. Tortët i do? Po. A të pëlqen ky ambient? Të Po. shëndesh fëmijët dhe të gatuash me nënën? Po. Po. Bravo. Hajde, çka ke qenë? Unë kam marrë karota dhe pite. Karota dhe pite ke fort? Unë shumë i dua pite. Shumë më pëlqen. A do të më japish pak pite? Po. Hajde, më vonë apo jo? Po.
vjeti ke? 4. 4 vjet. Dhe hajde më trego tani me mamin dhe mësuesin çfarë ke përgatitur sot për bazar? Krofte e krasat. Wow! Po çokolata ti do shumë? Po. A do të më japish një që ke gatuar me mamin dhe me mësuesin? Po. Po! A të pëlqen ky ambient? A ke qejf çdo herë të kesh si bazare, shimu me ëmbëlsira, të jeni së bashku me shoqet dhe shokët të gjithë kopshteve? Po? Tani do vish me mua dhe do të më japish një që ke gatuar së bashku me mamin dhe me mësuesen. U bë? Hajde Donat. Si ke emrin? Jon. Jon, çka ke gatuar ti sot me mamin? Hajde më trego. Wow, Joni, sot nuk ka qejf të flas, po Joni do të më shoqëron dhe do të më jep një kifle që ka përgatitur nana, apo jo? Apo Jon? Hajde të përqafoj. Bazari nuk ishte thjesht një ekspozim punimesh, por një festë e shpirtit të pastërt, një ditë që tregoi sa shumë mund të krijohet kur fëmijëve u jepet hapësirë të ndrojnë, të bashkëpunojnë dhe të shprehin veten lirshëm. Ishte një moment që bashkoi komunitetin e kopshtit, duke forcuar lidhje ndërmjet fëmijëve, prindërve dhe stafit edukativ. Stafi i kopshtit Fidani falendroi të gjithë prindërit për mbështetjen dhe zemërgjërsinë e tyre, duke theksuar se aktivitetet të tilla jo vetëm që zhvillojnë aftësitë krijuese të fëmijëve, por edhe mbillen tek vlerat si bashkëpunimi, përgjegjësia dhe mirësia. Si çdo vit edhe këtë vit, me përkrajën e prindve normalisht kemi organizuar bazar në të gjitha objektet e kopshtit Fidani, domethënë në të 5 objektet. Dhe mund të them se vetë se kemi bërë si traditë institucionit këtë bazarin vjeshtor, është një organizim i mrekullueshëm, është një socializim për fëmijët, po ashtu edhe për prindërit. Fëmijët ishin shumë të lumtur pasi që ishin me prindërit këtu. Kam bërë pregaditje prindërit në shtëpi me ushqime të ndryshme dhe para kësaj kishim para disa ditëve punëtori në për grupe, domethënë fëmijët me prindërit njëjtë dhe kam bërë punime të ndryshme. Dhe kështu që këto aktivitete domethënë të përbashkëta me prindërit besoj që kanë domethënie shumë të madhe, pasi që normal secili prind me obligimet e veta, me angazhimet e tyre dhe jo gjithmonë janë për krah fëmijëve të tyre. Dhe sot ishte një atmosferë e mrekullueshme dhe besoj që do të vazhdojmë me aktivitetet të tilla për fëmijët tanë, normal për më të vegjëlit tanë. Faleminderit Televizioni Alsat, faleminderit gazetarës tonë të mrekullueshme Valdetës që gjithmonë domethënë është pjesë e këtyre aktiviteteve të mrekullueshme që i bëjmë dhe faleminderit që na promovoni çdo herë. Jeni të mrekullueshëm. Bazari u mbyll me plot gatime e punime të bukura, zemra të mbushura me gëzime dhe kujtime që detyruan gjatë, sepse kur fëmijët krijojnë me zemër, krijojnë magji. Kopshti Fidani u mbush me një jetë, ngjyra dhe emocione të veçanta gjatë organizimit të bazarit, një ngjarje që solli bashkë të gjithë fëmijët, prindër dhe edukatorë në një atmosferë të jashtëzakonshme festive.